treguat në legjenda, në histori, një shembull i cili normalisht nuk ka ndodhur për një po është shembull që ilustron për neve një realitet që na duhet ta kemi parasysh. Cili është ai? Thuhet në një legjendë se ishte shoqëruar deveja e madhe me një bubrez. Ishin shoqëruar aty dhe kishin pas shoqëni shumë të madhe me zveti. Edhe bubrezi kish pas qef me e thirr devën në gosti, që e rënë ka, shok i mirë, edhe kishte marrë për atë litarit duke e tërjek të këvrime e vetë, të këshpia me gostit mikun e vetë. Kur këshin mrita e vrim aty, devja, ku me hit devja në vrimën e bubreci, s'ka mundësi, po të në tonë bubreci mi kalzu, më në munohë kësaj dhe japi kësaj po këtë, atë devja, për të mshiru bubrecit, i tha kështu, i tha, ose bëni një shtëpi, qëfare e ki shokun, të madhe, ose gjuje një shok qëfare e ki shtëpi, problemu këtë të janë me kundër të naftë. Ande edhe na si musliman, na kemi një fe me vlerat në alta, na kemi një fe të pasur, të kulluar, apo? Atëherë unë s'po du me thonë që e ka thonë deve bubrecit, po du ishtë një alternative po të mundshme. Ti pajtojmë veprat tona ashtu që kemi fen tonë. E s'po du me thonë që klipëm diçka tjetër nga se nuk do gjim si kurse begatin e madhe që Zoti